Historia e 72 vjeçarit Haxhi Guri është një histori vërtet e trisht. Ai ka humbur nga kjo jetë vajzën e tij, e cila u mbyt në mënyrën më makabre nga bashkëshorti. Përpos kësaj tragjedie, baba i dy të miturve humbi nga kjo jetë dhe bashkëshorten, e cila vuante prej vitesh nga një sëmundje pashërueshme. I moshuari, i zhytur në varfëri ekstreme, mundohej të rriste dy të veçlit e tij. Historia e dhimbshme është trajtuar 2 herë në emisionin ton, dhe ishin të shumtë qytetarët, të cilën ndihmuan këtë të moshuar. I pari që mbërriti në banesën e familjes Guri ishte 32 vjeçari nga Durrësi Ani Mansaku. Me ndihmën e disa kolegëve, ai mblodhi një shumë parash dhe i konvertoi në ushqime dhe rroba për fëmijët. Pas Anit, ishte shoqata dhuro dashuri, që vizitoi nga afër këtë familje dhe i ndihmoi me ushqime. Por ai që mori përsipër restaurimin e banesës, ajo që ishte më emergjente, ishte Fatmir Sena, kryetari i agjencisë Stop Krimit. Fatmir Sena, së bashku me stafin e tij, bërriti në fshatin e kësaj familje dhe përveç ndihmave, ata nisën punimet për banesën. Banesa nisi të restaurohet në fund të muajit tetor. Çatia ishte shkatëruar dhe në një mot me shi, jetesa bëhej më e vështirë për të moshuarin dhe 2 fëmijët. Në këtë vit të ri, 2017, kjo familje, në këto ditë të ftohta dimri, nuk mund të ndjejë më të ftohtin, por as lagështim. Dhe kjo, fal Zotit Fatmir Sena, një njeri me zemër të madhe, që ofron ndihmën për njerëzit në nevojë.